Ushqej, thot djalin me qumë është gjirit deri kur më lejohet ditët e mbetura të Ramazanit të agjëroj që kam lanë, si duke lehon gjithsesi. Pyetja nuk është edhe shumë e qartë, po këtu na e dha një përgjigje si rregull i përgjithshëm, themi gruaja e cila ose është shtatzan ose ka fëmijën e vogël në gjirin e saj, nëse shtatzania e lodh s'mund me agjëru, e lën agjërimin. Po ashtu nëse ka fëmijën me qumësht të saj, edhe agjërimi ja pengon ose ja zvogëlon qumshtin, edhe fëmija nuk ngopet edhe është i mbarur prej qumshtit, prapë i themi preshe. Pastaj, masi ta lind fëmijën, masi të fillon me rritë edhe me u bë pa mbarur prej qumshtit nanës, atëherë le ta agjëron nana. Qoftë vitin e parë, qoftë mas një vit e gjysë, kurdo që të mundet, kurdo që jepet shanca e parë, le ta agjëron Ramazanin që i ka mbet gjatë shtatzanisë apo gjatë gjithëdhënies.